deklaruar dje se ai dhe Partia Socialiste nuk do ta japin autorizimin para datës 22 janar pas shqyrtimit nga gjykata kushtetuese. Si do veprojë opozita? Ju do ta pranoni këtë fakt apo do të bëni përpjekje dhe ndonjë aksion në mënyrë që Këshilli i Mandateve të mbidhet më herët për të përcaktuar këtë çështje? E drejtë pyetja. Ne do bëjmë çdo përpjekje të parashikuar në ligjit e vendit. Por do i bëjmë ato në bindjen më të thellë se Edi Rama pa dorëzuar veten e vet nuk dorëzon Lubi Ballukun. Sepse në qoftë se siç keni ndëgjuar ju nga dosja e plot edhe këto dytat, dëmi dhe vjedhjet shkojnë në 1.2 miliard vetëm në këto dosje që janë shqyrtuar. Aty hajduti i parë, përgjegjësi i parë është Edi Rama. Por krahas tyre, ju keni ndëgjuar se ka dalë dosja e Kunatit, e Bazhanakut, e kopshtit privat të Edi Ramës apo Akshit. Lulet e atij kopshti i u ishte Linda. Po jo Linda e Akshit, Linda e Surrelit. Kopshtari atij kopshti ishte Frangu, Kunati i saj Bazhanaku i Edi Ramës. Se në atë kopsht shtetëror ishin marrë 3 pengje dhe ndofta gjëra tjera më të mëdha që mund të dalin. Pra, Edi Rama e ka shumë të qartë. Se ai mbi të rëndojnë krime të përmasave që dalin jashtë parashikimeve. Ju shifni. Jeni 3, por 30 vite më parë, 25 vite më parë, kur binin njëri pas tjetrit diktatorët afrikan, Idi Amin, Bokassa, Obote, Mobutu e tjerë, ata ja mbathnin dhe u dilin kontot bankare në banka miliarda euro. U dilin arkat me diamante, xhavahire e tjerë. Në këto përmasa kanë arritur, siç e shihni ju, vjedhjet e Edi Ramës dhe bashkëpunëtorëve të tij. Në qoftë se Lubisi janë gjetur 300 apartamente dhe thuhet mund të ketë edhe 50% më shumë se kaq. Janë gjetur 14 supermarkete në rreth të saj, e tjerë, ju garantoj se ato të Edi Ramës janë të paktën 8-10 herë më të mëdha se sa atë Lubis. Pra, kemi të bëjmë me këtë situatë, ndaj dhe opozita zbret në shesh me misionin e qartë, me të qartë se kur të shporim këtë narkodiktaturë. Kjo është. Zoti Berisha, për të ndaluar edhe një herë tek protesta e ditës së